Rrethrotullimi i selitës së vogël është kthyer në nyjen më problematike të qarkullimit në Tiranë. Lavazhi që funksionon në mes të tij bllokon korsit, parkimet spontane e paralizojnë trafikun, ndërsa mungesa e ndriçimit, vijave të bardha, korsive të qarta dhe stacioneve të sigurta e kthen zonën në një rrezik të përditshëm për banorët. Peticionet e njësisë administrative 13 janë injoruar, ndërsa bashkia nuk ka ndërmarrë asnjë mas. Selita e vogël sot përfaqëson një nga dështimet më të qarta të planifikimit urban në Tiranë, një zonë që po rritet me ritme të shpejta, por që vazhdon të trajtohet si periferi e harruar, pa infrastrukturë dhe pa vëmendjen që meriton. Rrethrotullimi kryesor i saj, që duhet lehtësonte qarkullimin, është kthyer në një pikë të zezë ku trafiku, rreziku dhe kaosi takohen çdo ditë. Në çdo orë të ditës, automjetet ngecin në një rrjet rrugësh të papërfunduara dhe të papajisura me sinjalistikën bazë. Nuk ka korsi të identifikuara, vijat e bardha mungojnë dhe drejtimi i qarkullimit është i paqartë. Ndriçimi është minimal, gjë që e rrit rrezikun në mbrëmje dhe sidomos gjatë stinës së dimrit. Në një zonë ku lëvizja e automjeteve, kombësorëve dhe fëmijëve është shumë e dendur, mungesa e ndriçimit është një rrezik i drejtë për drejtë. Rrethrotullimi nuk e bllokon vetëm trafiku. Në afërsi të tij funksionon një lavazh që, siç thon banorët, ka marrë peng lëvizje në të gjithë zonën. Radhët e makinave që presin për shërbim zën korsi të tëra dhe krijojnë një ngërç të vazhdueshëm. Parkimet spontane e përkeqësojnë situatën. Makina të parkuara në hyrje, dalje e madje edhe në vetë rrethotullimin e zhndërrojnë lëvizjen në një improvizim të rrezikshëm. Kjo situatë ka krijuar edhe pengesa të rënda për transportin publik. Autobusët shpesh nuk mund të afrohen tek stacionet sepse kthesat janë të bllokuara nga lavazhi, parkimet e paligjshme dhe mungesa e një pike të posaçme ndalimi. Në shumë raste, autobusët ndalojnë mes rruge, duke detyruar pasagjerët të zbresin në zona të pasigurta, ku rreziku për fëmijët është shumë i prekshëm. Stacionet nuk kanë platforma, nuk kanë trotuare të sigurta dhe nuk kanë asnjë infrastrukturë mbrojtëse. Banorët e njësisë administrative 13 kanë bërë disa peticione, kanë kërkuar ndërhyrje të bashkisë dhe kanë ngritur shqetësimet e tyre zyrtarisht, por deri sot nuk ka asnjë përgjigje, asnjë projekt për zgjidhje afatshkurtër, asnjë plan për sinjalistik, asnjë mas për ndriçim, asnjë vendim për largimin e lavazhit. Ndërkohë, selita e vogël vazhdon të ndërtohet, banorët shtohen dhe trafiku rritet, por infrastruktura mbetet e njëjtë, e amortizuar dhe e pa standard. Lagja nuk ka plan funksional, nuk ka rregulla të qarta e qarkullimi dhe nuk ka kontroll të hapësirës publike. Ajo që duhet ishte rrugë e qetë banimi është kthyer në një nyje të rrezikshme që po kyç zhvillimin e zonës. Selita e vogël nuk ka nevojë për premtime të mëdha, por për ndërhyrje të thjeshta dhe të menjëhershme, për vizim, sinjalistik, korsi, ndriçim, rregullim të stacioneve dhe lirimin e hapësirës së rrethotullimit nga pengesat. Ky është një test i qartë për bashkinë. O reagon, o i braktis përfundimisht banorët që përdit përballen me kaos, rrezik dhe mungesë të plotë të infrastrukturës bazë.